Hello people, mirë se vini në një video të re. Po xhiroj me telefonin tim, është hera e parë që unë xhiroj me telefon, në fakt pas ka një pamje goxha wide, shumë më të madhe se kamera ime. Nëjse, fillojmë nga fillimi gjënd, sa po hapa vlogun e ri, nuk e kam filmuar këtë fundjavë, tani që po hap videon është e diel pas dreke, unë kam qenë që të prendë pushim, ishim në Valamar, sa po kam ardhur në shtëpi, kam lënë gjërat aty te dera, dhe u mora vetë sa sistemive të vogla që ta kisha shtëpi në rregull, dhe nuk filmova dot, sepse shita kamerën time të YouTube-it, unë kam pasur Sony ZV-10 që më ka shoqëruar këtu e 2 vite në YouTube-in tim, sepse e kam blerë që në fillim kur kam filluar videot e para. Më ka pëlqyer shumë si kamerë, por isha fiksuar për të marrë një kamerë më praktike që unë ta kisha më të leverditshme kur lëvizja, kur udhëtoja, sepse pavarësisht se këto janë vlog kamera dhe janë praktikisht të vogla, përsërisini goxha vend dhe mbeziste shumë duke mbajtur në përduar. Më ishte fiksuar për të marrë DJI-n, kamerën Osmo Pocket 3, por ndërkohë që më kisha nxjerrë në shitje kamerën time dhe po shikoja për të blerë kamerën e re, doli DJI Osmo Pocket 4 e fundit. Kështu që nuk është se kishte ndonjë super diferencë të madhe në çmim, kështu që vendosa të marr kamerën e fundit. Dhe prandaj fillova videon me telefon, sepse dua të bëjmë unboxing të kamerës time të re. Kamerën Sony e shita në marketplace në Facebook me një çmim shumë të mirë, me thënë të drejtën, sepse ZV-10 është e vetmja kamerë nga këto vlogi kamera që e ka lenten të ndryshueshme, pra sa mund të heqësh lenten e vet dhe ti vendosësh një lente tjetër. Përgjithsisht me Sony shkojnë lentet Sigma. Kështu e shita në marketplace, e mori një çun, ajo kishte vetëm një 2 kërvishe të vogla, përdorimit të jashtëm, pjesa tjetër ishte super okay, edhe me baterinë, sepse sa e përdorja unë të fundjavave dhe kishte raste shumë jo çdo fundjavë bëja vlogs. Kështu që ishte në gjendje perfekte. Shtova një vlerë të vogël dhe mora DJI-n e fundit. Jam shumë entuziasme për këtë kamerë, edhe Tamara, që është një vlogger, një YouTuber e njohur, besoj shumica prej jush që shikoni vlogs duhet ta njihni dhe ta ndiqni dhe atë. Dhe ajo përdor DJI në përditshmëri, sepse është super praktike. Tani as vetë nuk e kam hapur, është akoma me qesen. Ka dalë në shitje në datën 26 prill dhe unë pa të ditë, ose një ditë më pas, e kam porositur te DJI në Itali. E çova te shoktan dhe ata na i sollën titun e premte, por unë të premte që në mëngjes i ka për Valamar. E kaluam fundjavën atë andej, pavarësisht se e mendova që do bëja vlog me telefon, unë nuk e mësuar të filmoj me telefon, plus kishim një toddler, isha me motrën e madhe, kishim Nathanin me vete, një toddler pothuajse 3 vjeç, dhe një toddler 3 vjeç është më mistrec dhe më keq se një toddler 2 vjeç. Kështu na ka punu zbar, njërës, praktikisht na ka punu zbar. Një mami që mezi i thot jo dhe një tese që nuk i thot absolutisht jo. Edhe kështu shkoj fundjava jonë, kishim ndërmend të relaksoheshim, por nuk shkoj aq mirë, domethënë. Okej, le ta hapim kamerën. Okej. Nxjerrim me radhë se çfarë ka brenda. Okej, tjetër është manuali i përdorimit. Këtu besoj është kamera. Këtu kemi, besoj, një poshet, një portofol për ta marrë me vete. Këto DJI Osmo dhe kjo Pocket 4, që është i fundit pra që doli, vinë Creator Combo, kanë edhe mini tripodin e tyre, kanë edhe mikrofon, por është një detaj tjetër i fundit që i është shtuar kësaj kamere të re. Okej, këtu kemi një poshet të vockën. Pjesën tjetër ku është edhe kamera. Unë akoma nuk kam parë ndonjë tutorial si përdoret, çfarë duhet kem parasysh, por me të hapur do t'i provojmë çdo të gjitha. Yes, kjo është portofol sa praktik, është shumë i vogël, nuk e di se e kuptoni nga kamera, por realisht është shumë i vogël dhe shumë praktik. Në qoftë se Sony kaq është gjithë kamera, kjo është me gjithë aksesorët këtu brenda. Ose sa e vogël që nga komplet tjetër ndjesi me pas në duar dhe me pa realisht se sa e vogël është. I love it. Okej, shikoni njerëz. Heqim qeset. Unboxing. Ekrani është sa i vogël që është. Është super praktike. Kod nuk quhet pocket, fix për ta mbajtur në duar. Nice. Okej, këtu është tripod i vogël që ka kamera. Ku vendoset kjo?
Nuk I kam parë as vetë para praktikisht që janë gjitha pjesët e DJI. Okej, kjo duhet të jetë besoj. Po. Okej. Ky është mikrofoni DJI që unë e hodha në tokë, nuk e di pse I bëj këto gjëra. Dhe për ta vendosur ka dy opsione, ka me magnet, ja, gjitet direkt me magnet, dhe është super praktike. Ka dhe opsionin tjetër që e vendos këtu dhe kap me kapset e bluzat kështu. Ka me magnet, thjesht ndoshta jashtë ke merak se mos më humbet. Nice. Edhe kështu flet me mikrofon shumë herë më mirë. E di pse është shumë I rëndësishëm ky mikrofoni, sepse jashtë nuk ke nevojë të bërtasësh, nuk dëgjohen zhurmat përreth ambienti, që ka shumë zhurma, njerëz, makina, bori, çdo gjë. Ndërsa me këtë është çdo gjë në rregull. Tani, ndryshimi I DJI 4-s nga 3-shi është fakti që ka një memorje të brendshme, nuk ka nevojë për kartë memorie shtesë, që është deri 107 GB, në mos gaboj, po, 107, që është super mirë. Dhe gjithashtu ka shtesë një blitz flash për ta përdorur në darkë. Ja, që është ky. Dhe ky, më sa di unë nuk ka nevojë për karikim, por vendoset direkt si për kamerës. Por se ku ta ndezi mirë, nuk e di a ka bateri. Kjo ka, unë ndez. Okej, sapo e kam vënë kamerën time të re dhe se di, jem çuditshëm, akoma nuk kanë mësuar, më duken pak ngjyrat e ftohta, por më duhet ulem që t'i shikoj me kujdes nëse janë vërtet të ftohta apo më duken mua. Dhe në përgjithësi është shumë okej, edhe mikrofoni është shumë easy, kisha një problem me kamerën time të vjetër Sony, që nuk mundesha dot të lidhja mikrofon të jashtëm, pranonte vetëm brendet e veta, kështu që me DJI-n besoj se jam shumë okej dhe çdo gjë është shumë okej. So, po jo thosha njerëz që ishim fundjavën në Valamar, isha vetëm me motrën dhe nipin, edhe kaluam 3 ditë atje, nuk na mbajti fare koha, sepse ne kishim menduar për të bërë plazh, por frynte shumë erë gjatë gjithë kohës, se që nuk krije dot as buzdeti, qoftë për të shijuar një koktejl, apo që çuni të luante në rër. Kemi ndënjtur sigurisht, sepse Nathan vdes për detin, I gëzon shumë asaj rërës do të luaj, dhe kemi ndënjtur, por me kohë të kufizuar, sepse realisht frynte shumë dhe ishte ftohtë. Unë kisha marrë gjëra vere, domethënë kisha marrë edhe këto kostume sportive, edhe një xhaketë ekstra sipër, por gjërat e tjera, rrobat e bukura për të veshur, I kisha marrë rroba të holla të tipit lino, pantallona të shkurtra, fund të çare, kështu gjërash. Dhe I kam veshur vetëm një herë dje paradite që bëra edhe 1-2 foto, sepse pjesë më të madhe të kohës kam ndenjtur kështu sport, dohet isha edhe ngrohtë, edhe rehat, sepse gjithë kohës hipsbrit tek apartamenti. Kam thënë edhe vjetë që Valamari mua më pëlqen shumë, por si vjetë që frynte ai shumë, realisht mu mërzit, sepse kishim menduar që do ishin një fundjavë relaksit, që jonim pak diellin, pak kohën e mirë, pak sunset, perëndimin e diellit, një koktejl, nuk I shijuan fare këto gjëra. Për më tepër që mua më erdhi edhe cikli dhe kisha dhimbje cikli të tmerrshme, të tipit çdo 3-4 orë kam piroki, sepse nuk më qetësonin dhimbjet. Tani të tmerrshme, ndoshta edhe unë egzagjeroj pak, sepse realisht kam një tolerancë shumë të ulët ndaj dhimbjeve, ndoshta edhe migrena më ka bërë të tillë, por unë nuk duroj dot fare. Sapo më fillon një dhimbje, dua me njëherë të pi qetësues. Edhe kështu, nuk shkoj aq relaksuese kjo fundjavë se çdo doja të ishte. Tash edhe nuk filmova, por tani nuk gjej dot me justifikime, do vazhdoj të filmoj rregullisht, sepse shoh tek ekrani vogël I DJI, nuk jam mësuar akoma të shoh tek kamera sipër. Sa të mësohem, njerëz, më jepni pak kohë sa të mësohem. Edhe po thoshe që nuk kam me justifikime, sepse 2 fundjava që unë kam lëvizur nuk kam xhiruar dhe nuk ju kam bërë vlog fare, kështu që nuk kam me justifikime, duhet të xhiroj me patjetër gjithmonë. E fillova që sot të video, sepse kam shumë gjëra për të treguar, patjetër primarisht unboxing e kamerës së re, që as unë vetë nuk e kisha hapur, dhe akoma jam duke u marrë me lidhjen e aplikacionit me kamerën, që t'i aksesoj lehtësisht nga telefoni, e këto gjërat e tjera. Më duket se dhe kamera nuk ka shumë bateri, duhet karikuar. Gjithsesi, sa të mësohem me çdo gjë.
Po më pëlqen, thashë se është super praktike, nuk përton ta marrësh, ta vendosësh, ta përdorësh, sepse kamerën Sony shpeshherë unë përtoja ta vendosja te tripodi vet, ta merrja me vete më rëndonte, kjo nuk të rëndon fare. E nxët e të gjitha çantat e tek ato mini size-et fare. Kështu që nuk kam justifikime, jo po se mora kamerën, jo po harova, jo po përtova, do bëjmë vlogs dhe do kënaqemi, do diskutojmë tema të ndryshme. Tani që është ngrohur koha, ngrohur i thënë që se nuk kthyen mbrapsht në bus i vjesht, jo si pranverë. Edhe do fillojmë do udhëtojmë, do lëvizim më shumë, kështu që besoj të kemi vlogs shumë të bukur njerëz. Po, kam vetëm 10%. Dhe mos harroni të bëni subscribe, të ndiqni kanalin tim, të komentoni çfarë ju të keni dëshirë, pse jo ta shpërndani me shoqërinë tuaj, kush ka qejf të më ndjeki, le të më ndjeki. Dhe kam qenë të shumë aktive në Instagram këto kohë, pavarësisht se në YouTube thash kam bërë mungesa 1-2 javë, por në Instagram ka qenë aktive, keni Alba Vispost Piraj, kështu që shkoni që të më ndiqni atje, keni content më të shpejt dhe që kërkon më pak editim se sa YouTube-i. Kështu njerëz, tash këtë video, unë po e nis vërtet sot, po kam shumë gjëra për të treguar, do kemi një Julia unboxing sapo të karikoj pak kamerën, më ka dërguar disa bizhu shumë të bukura që më pëlqejnë jashtëzakonisht shumë. Pastaj gjatë javës nisim disa bashkëpunime të reja për Instagramin, kam qenë shumë open këto kohë për të pranuar bashkëpunime të reja, sepse unë gjithmonë kam qenë shumë përzjellëse. Vazhdoj të jem, por jam munduar që të përshtatem edhe me kushtet e bizneseve shqiptare, sepse gjithmonë më përshtateshin lehtësisht kushtet e bizneseve të huaja, por tani po mundohem të përshtatem, sepse realisht unë jetoj në Shqipëri edhe punën time si influencer e bëj në Shqipëri, kështu që duhet të përshtatem pak edhe me tregun shqiptar. Kështu që kam rënë dakord, kemi gjetur atë rrugën e mesme, sepse dhe unë kam ato kriteret e mia të bashkëpunimit që i kam qëndruar super strikte, ndërsa tani kemi arritur në disa terma të përbashkëta. Po them kështu, po flas përgjithsisht, ndoshta kur vi momenti, në një moment tjetër do t'ju flas specifikisht si funksionon kjo pjesa. Dhe kështu gjatë kësaj jave na presin gjëra të reja, bashkëpunime të reja, kështu që do mundohem të filmoj çdo javë dhe t'ju hedh një vlog full ku të bëjmë update për çdo gjë. Po vendos kamerën në karikim edhe kthehem pas pak. Hello njerëz, unë e karikova kamerën dhe u karikua super shpejt, kështu që edhe kjo gjë po më pëlqen shumë te kamera. Je super vleti edhe nga pjesa e baterisë. Tani konsumova edhe drekën dhe kam që nga e premtja deri sot që është e diel që po ha super keq. Kuptohet që kam ngrënë jashtë, kam ngrënë ëmbëlsira, kam ngrënë brumra, pizza. Okej, enough, por duke qenë se fundjavë nuk kisha asun as klajdi në shtëpi, javës së kaluar, domethënë nga hënat në tenjte nuk patë mundësi që të bëjmë pazar, kështu që detyrova që dhe tani të porosisja jashtë dhe porosita tek frutzat, kam porositur sanduiç karbonik, ta i bëjnë shumë të mira, por pra brum, pavarësisht se ajo ka avokado brenda, të gjëra kështu healthy të shëndetshme, gjithsesi ngrasërisht jashtë dhe brumra. Për më tepër mirë këtë, por konsumova edhe një Red Bull, që nuk është gjë e mirë fare. Domethënë kamera u kthye nga ana tjetër, unë akoma nuk jam mësuar me këtë kamerën. Okej, do mësojmë javë avash do t'ja mësojmë që të gjitha, që mos më lëvizi andej këtej, apo është gjithkohë duke më ndjekur mua. Nuk e di, më kuptoni dhe ju mua dhe tregoni dhe ju të duruar, derisa të mësojmë së bashku se si funksionon kjo kamera. Whatever, tani do t'ju bëj një Julia unboxing. Okej, po më ndishtë në gjithë shpinë, më mirë po ulem dhe ta kem përballë, sepse nuk po shoh se më ndjekuri. Okej, ula, që ta kem këtu afër, nuk kam mësuar akoma. Në qoftë se më përpara dhe një pjesë të shtëpisë se fshija në vlogs, nuk e nxira që mund të kishte edhe një cep rëmuj, tani shepa mundu me këtë kamerën, më ndjek kudo. Duhet të rregulloj këtë gjë, nuk mund të më ndjeki në cepet e shtëpisë që nuk duhen treguar në video. Kisha ka njerëz. Julia unboxing, më ka ardhur pakoja e Julias dhe për muajin maj kishim pjesën e Mother's Day, që është në datën 10 maj, sepse në 8 mars, pavarësisht se në Shqipëri ne festojmë si ditën e nënës, faktikisht është dita e gruas e të gjitha femrave, grave, ndërsa 10 maj njihet si dita e nënës, kushtuar vetëm nënave, mamave. Kështu që për porosin time, për këtë fushat, do të tregoj tani se çfarë kam zgjedhur. Por ju gjithashtu nëse doni të bëni një porosin nga Julia Jewelry, mund të klikoni
tek website-i që unë do t'ja vë në description box, edhe të gjitha produktet që unë kam zgjedhur do t'ja vendos me link. Gjithashtu do të keni një kod me emrin tim për ulje speciale. Tani unë nuk e mbaj mend, por gjitha do t'i gjeni në description box. Atëherë, sa po hap pakon, këtu kemi kartat e uljas. Këtu është një zarf i veçantë dhe këtu brenda është një copë e cila është kastile për të pastruar dhe për të mirëmbajtur produktet e uljes. Për më tepër është edhe një çantë kartoni, të cilën ju mund ta përdorni për t'ia dhuruar dikujt dhe është fiks për dhuratë. Për më tepër, si brenda keni edhe një greeting card që mund t'ia shkruani dikujt. Tani, unë produktet që mora herën e kaluar, të dy unazat ja dhurova mamit sepse kisha marrë masa të mëdha, kisha marrë 9 në mos gaboj. Kësaj here ka marrë masën 8 dhe 7.5 për t'i provuar për më tepër sepse nuk po gjej numrin tim, do thoni ju më mirë kishe shkuar në një argjendari e kishe matur, sepse ato online jo po peu, jo po ato aplikacionet nuk kanë funksionuar për mua. Unë përtova, kështu që porosita 2 masa të ndryshme. Këtë e ka marrë në masën 8. Shikoni një herë sa e bukur që është. Nuk është yll e bukur? Shikoni. Shikoni. Me ka pak fokusin një DJI mos më zhgënje. Dhe është gold me këto gurët. Okej, po e vendos në dorë që ta shikoni se si duket. Nuk është një masterpiece. Është realisht shumë e bukur, por më ri pak e lirë, që nuk është se nuk mbahet, por do preferoja të ishte një masë më e vogël. Tani do t'i tregoj produktin e dytë, që realisht është një perl, është yll. Okej, that's it. Është super e bukur. Këtë e ka marrë në masën 7.5 dhe mendoj që përfundimisht dua 7-ën, as 7.5-ën, por është shumë e bukur. Shikojeni pak se si duket në dorë. Tjetër gjë që marrë të ulja, ka marrë edhe 2 përzuluqe që janë super të bukur edhe këta. E themi përzuluqe apo 2 përzulukë? Okej, janë gold, i kam kombinuar me unazën e parë që ju tregova. Po i vendos. Okej, janë me një zemër, shikoni sa nice, dhe vendoset të dy së bashku, sepse janë në paketim të dy së bashku. Okej, ka pjesa e dytë e përzulykut, zemrën e ka me gurin e kuq të rubinit. Nëse nuk e dini, shenja e gafores, si gurin e vet ka rubinin. Unë me thënë drejtën, kur kam qenë me vogël, nuk është se ka hyrë në guret e mia të preferuara, por tani më pëlqen shumë, madje kam shumë qejf që të marr edhe një unaz floriri që të ketë gurin e rubinit. Kështu një rrezikojshin gjitha që kisha marrë nga ulja, thash në description box do t'ju lë të gjitha kodet, të gjitha links për produktet që unë kam përzjedhur, gjithashtu dhe kodin për të përfituar ulje, kodin tim. Tani madje do shkojmë të dhome gjumi, do t'i vendosim në vend, do të tregoj një sirtar të vogël që kam bërë për të vendosur të gjitha këto bijute. Shikoni pak lëmshin, si kam hyrë në shtëpi. E kam hapur çantën vetëm sepse mora disa nga sendet e mia personale. Menda unë shkreta isha përgatitur për plazh, fuqishëm për plazh, çantën e plazhit, librin që po lexoja aktualisht, kremra, çdo gjë, kisha çantën e plazhit me vete, por gjysmat e rrobave të holla që kisha marrë me vete dhe çantën e plazhit, rrobat e banjës nuk i përdora kur. Nuk e di më kam treguar, po besoj se po, që kisha, më që kanë krisur kapaku sa gjyna. Më vjen shumë keq kur më dëmtojnë librat, por nuk ka problem, do ta vendos në librari ose mund ta riparoj pak duke ngjitur. Ky është libri i 4 i serisë Twisted nga Ana Huang, është shumë i bukur, por ka edhe pak skena erotike, le të themi, për shkrimin e skenave erotike, por gjithsesi mua më pëlqen dhe ua sugjeroj që të lexoni të 4 librat. Këtu jam tek faqja 157, kam edhe goxha faqe për të lexuar. Këtu kam vendosur disa nga bijut e mia, janë disa vëth,
disa unaza, disa kapsa, aksesor të tjerë, ndërsa këto që vesh më shumë për përdita, për shembull orën, bryzylykun tim të floririt, i kam vendosur këtu sipër. Këta kam marrë në Temu, është për të vendosur furçat, kam edhe furçat e tjera që i kam të çanta e make-upit që kisha me vete. Kështu që këtu do shtojmë edhe unazat e reja që na erdhën. I vendosa sepse është hija ime dhe hija e tripodit që duke shëmtuar, por i kam vendosur diku këtu. Ti tregoj edhe këto kapse që i kam marrë tek Temu, janë kështu verore, me guack edhe me yllëdeti. Kjo është në rozë, është edhe kjo tjetra në blu, po vjen pak si jeshile diçka e tillë. Dhe këto roza do t'ja jap sielit sepse mi kërkoi të çulia. Dhe kështu, do marrë sa më shumë unaza të tjera që ta mbushim komplet këtë pjesën këtu me unaza, sepse leqen është super të kombinueshme, më pëlqen kur i kam duar plot me unaza, dhe më pëlqen që ta mbush të gjithë pjesën e aksesorëve. Kam turp t'ju them që nuk i kam rregulluar ende rrobat e mia. Nuk kam bërë akoma kalimin e rrobave të pranverës dhe të verës. Promis këto ditë do ta bëj me patjetër, sepse vjen mëngjesi dhe unë nuk di çfarë të vesh. Po mbie kaq keq drita këtu. Shumë rehat njerëz kjo kamera, shumë praktike. Mbas dite bie super diell në verandë edhe në gjithë sallonin dhe është pjesa që unë e adhuroj më shumë. Te fundjavë që jam në shtëpi realisht më pëlqen që ta shijoj. Shikojni sa ngrohtë që duket dhe sa bukur e bën dielli të duket gjithçka. Kam vënë ndërkohë muzikë në sfond sepse shkoj nga dhoma e gjumit. Po merrem me rrobat. Thash turp të më vi që i kam lënë kaq shumë pa rregulluar, kështu që situata është kjo. Kam sistemuar poshtë pjesën e xhaketave. Kam lënë ja 2 të lëkurës, gjithë pjesën tjetër të dimrit i kalova te pjesa e dollapit që është e mbyllur. Kam sistemuar pak pjesën e këmishave, janë disa këmisha lino të cilat janë të pa e kurosura, por i vara si fillim të sistemoj dhe më pas do t'i shkoj në një ekur, mundova të kaloj të bardhat para, këto me ngjyra bezh, roz, pastaj kafet dhe blut. Në fund, pjesën këtu të palltove të gjata e lash pa ndryshuar, sepse është i vetmi pjesë që ka shumë të madhe distancë për të qenë pallto të gjata, ja thjesht 3 pallto që dhe ato janë 2 duhet i seleksionoj sepse si vjet nuk i kam veshur pothuajse fare. Këtu kemi fustanet, nuk i preka. Tani sipër jam duke vendosur pulovrat e tarasha të dimrit. Kam edhe një pjesë tjetër këtej që jam duke i sistemuar. Dollapet atje është një lëmsh i vërtet. Shpresoj që ti përfundoj të gjitha sot. Aty prap ka nevojë për rregullime se duhet të heq ato me ngjyra të errta të ndezura i kalojnë mbrapa që të duken estetikisht bukur para. Dhe këtu kam disa rroba të tjera të holla që duhet t'i zbres poshtë. Këtu janë ca gjëra të Clyde që do t'ja lë t'i sistemoj vet, sepse po thosh aty janë ca gjëra të Clyde që do t'ja lë t'i sistemoj vet, sepse dhe ai ka më mirë t'i di se ku i ka gjërat e tij sesa t'ia vendos unë diku që nuk i gjen. Kemi dhe pjesë lartë e dollapet andej, prap që do futen gjërat e dimrit që të zbriten gjërat e pranver verës. Kështu është situata, një super lëmsh njerëz. Kam lënë të hapur dhe perden dhe duket akoma më rrëmuj dhoma, por nuk ishte aq rrëmuj, thjesht e bën rrobat e mia. Mirëmëngjesi njerëz, nga një ditë tjetër, është ditë e martës që po ju flas, edhe sapo jam bërë gati për të ikur në punë. Por doja t'ju tregoja dollapin të cilin e përfundova, sipër kam vënë rrobat e dimrit, u mundova t'i kombinoj me ngjyra. Thash edhe këtu të varura, jam munduar që t'i kombinoj këmishat e bardha, lino në pjesën e parë, pastaj vijnë ngjyrat e tjera si bezha, e verdha, roza, bëshelli, pastaj disa këmisha me vija, blu dhe vijnë kafe dhe të zeza në fund. Poshtë kam vendosur xhaketat, këtu thash siç e lash pjesën e fustaneve dhe pjesën e palltove nuk i lëviza, rregullova edhe sirtarët këtu me pjesën e çantave, këtu kam vendosur disa xhise që i vesh në përditshmëri. Poshtë kemi disa çanta të vogla të zeza, aty kam vendosur disa rripa pantalonash, këtu kam 2 rafte që janë bosh, por që do të sistemoj në ditët në vazhdim. Çanta, përsëri këtu çanta, përsëri këtu 3 çanta të tjera. Një çantë lart, aty janë një palë sandale në fakt që nuk kam veshur asnjëherë. Këtu disa kapuça dhe gjëra me lesh, të cilat janë dimërore dhe një çantë e vogël e Clyde-it.
Pak a shumë i kam sistemuar, por më duhet të edhe sirtarët që janë të mbyllur rrobat palosura të sistemuara. E vetmja gjë, këtu kam një sirtar që unë kam me kremra, me produkte flokësh e gjëra që do ta sistemoj bashkë në ditët në vazhdim. Edhe kështu njerëz, ky është outfiti im për sot, thash është bluza e zezë me pjesën e dantellës në fund, pa unat e zeza do vesh dhe pupat vishnje dhe jam gati për punë. Kur të vi, pastaj do t'ju tregoj disa produkte të reja që kam marrë për kaçurela, si për t'i larashtuar edhe për t'i stiluar. Do t'ju tregoj të gjitha një nga një se çfarë kam zgjedhur. Review-t sigurisht në ditën e vazhdim. Unë i provova dje për herë të parë që jam lar, por për më shumë do flasim pastaj sepse realisht jam vonë për punë. Hello njerëz, nga pasditja, tani sapo kam ardhur te Pilates, jam në makinë akoma, sapo parkova, dhe në fakt është ora pa 10, unë do të futem një herë brenda në mënyrë që të ndrohem, të heq rrobat e punës, të vesh rrobat e stërvitit dhe të futem në klas. E hapa kamerën sepse realisht jam gjithkohës duke nxituar dhe nuk më del koha që ta hap kamerën, dhe të tregoja edhe thonjtë mia të reja që i bëra dje. Okej, shikojeni. Të bukur që kanë dalë. I kam bërë me boronica, shpresoj të duken mirë sepse kam fokus gjithmonë veten. Më duhet ta rregulloj. Mos u mërzisni nga unë që them në këtë video, më duhet ta rregulloj, më duhet ta shoh kamerën sepse realisht ende nuk jam mësuar 100%, kështu që na falen gabimet në këtë video derisa të mësohemi edhe të filmojmë siç duhet me DJI-n e re. Po pavarësisht kësaj më pëlqen sepse është super praktike dhe vockël. Kështu, tani do futem brenda që të ndrohem, siç ju thash. Duhet t'ju tregoja. T'ju tregoj edhe çantën time të re nga Adidasi që e kam marrë për Pilates, është shumë e bukur, shumë praktike, është nga këto çantat që mbahen në krah. Dhe jo me atë ripin e gjatë ato standarde të palestrës, ka dhe xhepat brenda për të vendosur sendet personale, edhe kështu. Edhe kështu njerëz të futem brenda tani, dhe mos të bëhem më vonë. Edhe ku është problemi me këtë kamerën e re, sepse në makinë nuk kam ku ta vendos. Kam frikë se më bie si vendosja kamerën tjetër. Gjithsesi, do shoh për aksesor ku mund të blej që t'i marr një përshtatës që ta kem kollaj edhe në makinë, sepse unë filmoj shpesh në makinë kur jam duke ecur, e kam praktike për të bërë më shumë muhabet me ju. Ikim, futemi brenda. Atëherë njerëz, unë sapo mbarova dhe Pilatesin, bëm direkt një pazar për shtëpinë dhe të ulim pak poshtë, se s'më kupton kjo. Ullu pak poshtë pra. Okej. Bëmë një pazar tek Spari, sa ku kemi pa bërë supermarket haul në kanalin tim. Kemi shumë kohë, kështu që një supermarket haul shpejt e shpejt tani. Buktosti, dieta mori fund, kështu që i kemi rikthyer sërish rutinës jo të shëndetshme. Do ta bëjmë edhe 1-2 javë tjetër, që të humbim edhe 1-2 kg, po për momenti morëm ca gjëra jashtë dietës, si San Carlo për shembull. Kemi marrë gjëra për tost, është Gouda, djathtë Gouda, kjo është prosciutto pule, fileto pule e pjekur EHV. Pra buktostës, unë kam qef të integralen, kladikatët të thjeshtën, të hollën të Mulino Biancos. Kefir, këto janë me granola, i kam okej për në mëngjes me thënë drejtën, sepse kur përtoj në përgjithësi nuk më del koha të bëj mëngjes, përveç asaj periudhës isha duke bërë dietën, që strapacohesha edhe për të gatuar çdo vakt të mundshëm, kështu që për shpejtësi ky kefiri është shumë i mirë. Kosa pa laktoz, tani kjo kamera e ka shumë uaj, duken produktet apo duhet të afrojmë këtu dhe të tregoj. Kjo përsëri ndjek fytyrën time. Më thoni si ta ishte opsionin e ndjekjes, se po mbezis shumë. Duhet të rije fokusuar në një vend. Okej, duhet të pyes ChatGPT-n. Këto bukët e thekura përsëri të Mulino Biancos. Kemi kefir sërisht, ky është i thjesht pa granola. Salcë domatesh. Baziliko, ishte me baziliko, përsëri kosin grek pa laktoz. Kemi marrë disa Philadelphia. Tashmë ju e dini që unë i marrë gjitha pa laktoz, nuk ka nevojë t'u a them. Bajame të kripura. Kos sërisht, gjalp pa laktoz, për shembull kur ishim me dietë, to gjalprat, Philadelphia gjëra nuk ekzistonin fare në shtëpinë tonë.
Kemi marrë 2 maska, këto të maskat e Garnieri që i gjeni në çdo supermarket, mua pëlqejnë shumë, kështu që kam marrë 2 të tilla. Kalojmë te qesja tjetër. Kemi marrë këto kubeti, bukë të thekura të vogla që mund t'i hidhni në sallat. Mirë që kemi marrë këto, po ndërkohë kemi marrë sallat. Whatever. Tortillas, këto nuk ekzistonin në shtëpinë tonë gjatë dietës, prandaj themi që kemi dalë çik jashtë ditës se na kishte marrë malli të hajmë kështu ushqimesh të shijshme. Kos, djath, kefir sërish. Pastaj këtu kemi disa fruta. Ka dalë kajsit, njerëz, kajsit janë të preferuarat e mia në këtë periudhë, pastaj vinë qershit dhe gjitha këto frutat e tjera, kështu që kemi marrë kajsi. Sa e lodhur dhe sa rëndë u dukur kam në fytyrë atje. Por whatever, tani do ndrohem dhe bëj dush edhe të shplodhem, të ha dhe darkën, domate të vogla. Edhe. Okej, këtu kemi kiwi. Dhe kiwit, një të frutat e mia të preferuara. Ky ishte pazari jo. Po ferin e lam të makinës së morën? Po, ishte një feri jashtë. Jashtë qesër. S'ka gjë. Do më thënë këtë feri nga shumë normalisht tani përdor. Jo, nuk ishte frik. Njerëz ishte një grua gjuna, si quajmë ne këto me probleme mendore? Ta them kështu se do ta them bukur. Edhe, po s'do ta them e çmendur se ka probleme mendore. Dhe kishte nxjerrë sa gjëra aty, ca libra, sa gjëra gjatë se po shiste, edhe fliste me vete, pastaj u fiksua me mua. Unë isha duke nxjerrë gjëra nga makina, ajo po thoshte, më kujton Sonila, tha, që nga mendje madhe komplet si Sonila. Kështu më tha? Që nga komplet mendje madhe si Sonila. Sonila nga ishte? Nga Saranda, nga Valigji, që tha? Po, jo mendje madhe, gjithë portë, si Sonila, unë e shkreta më kishte bërë ca grasë zogu makinë, e po i pastroja se i matë më ka thënë që të prish bojën e makinës. Makina është për të larë, por nga që pje shi 2 ditë vazhdim, se kam quar, edhe po i pastroja që të pak të mos më prishet boja e makinës. Ajo vazhdojnë të port të kësaj, adorojmë port të kësaj, të e të si e gjërat me qese në shpi. Thotë Klajdi do të gërvishim makinën, e i thashtë në tani se më bëri me fiksime. Do të gërvishit, ta e sigur, të shumë nga lëvizë, së nësë vete me. Shkoju, i kishtë të vajtë Klajtit kjo, a zotë së tu. Në thonë i ke shpi Klajti vete të lëvizë makinën, e ishte afruar Klajtit i kishtë të thënë. Do t'i bësh një pyetje nëse stënde. Kam një fustan, e feshim nga koka, apo nga këmbët, po dhe mund. E që të tha fustan? Ka që ishte për, po ti se këteve përqyqe? Unë i kam shumë frikë njerëz. Për te shakave më dim se shumë, sepse këto probleme mendore lidhen ku diun me trauma dhe për problematika të jetës. Por unë i kam shumë frikë, sepse mbaj mend para ca vitesh, ka qenë Ariona studente në Tiranë, edhe unë vit një fundjavë. Edhe dalim të dyja ne, do merrnim në qendër, janë pas marrë, nuk e di besoj merren akoma, autobusat për Teg. Edhe ishte një nga këto gratë me probleme mendore aty në rrugë, e se shna afroj, se shna pyet. E thonë kthej përgjigje, sepse realisht në fillim nuk e kuptoj që kishte probleme. Ajo se çana shau, donte na ta përshtyste, pastaj fillot na ndiqte me vrap. Zot çanke, çfarë stresi. Dhe realisht unë kam shumë frikë njerëz të tillë, kështu që mundohem që t'i shmangem. Kështu, kaq ishte historia. Tani unë duhet të ndrohem, të bëj një dush, të laj fytyrën me make-upin që kam që kur kam dalë në 8 të mëngjesi dhe tani është ora 8 ca besoj e darkës, diçka e tillë, kështu që kam dhe mikrofonin pa karikim, kështu që më duhet që ta vë të karikoj. Por më para duhet të tregoja në fakt disa produkte të reja për kaçurelat që më kanë ardhur nga Fatmarella.